Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot do të flasim për një dimension të veçantë të teatrit. Flasim për skenografinë dhe kostumografinë. Elementet që shpesh mbeten në hije, por që janë themelore për të sjellë një histori në jetë. E ftuara jonë është një emër i njohur në këtë fushë. Është Jetmira Hoxha, një skenografe dhe kostumografe e talentuar, e cila ka kontribuar në shfaqje të ndryshme dhe të rëndësishme teatrore. Jetmira, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë dhe na keni pritur sot në Ulqin. Faleminderit shumë për ftesën, gjithmonë më së kënaqur që t'jem prezente në emisionet e juaja dhe falenderojmë televizionin Bojën që gjithmonë është aktiv në aktivitetet tona. Atëherë, si fillim, unë duhet të di se si ka nisur e pasioni jot për skenografinë dhe kostumografinë. Të them të drejtën që ishte dashuri e dytë, nuk do të gëjeja. Ja do të them. Dashuria ime e parë është piktura dhe ka nisur aty. Domethënë çdo gjë ka nisur në vijat e para, në ato shkërrëvinat e para, në ato vizatimet kur profesorët lexonin ndonjë fizik, ndërsa fletorët e mia ishin të mbushura me vizatime, në ato skicat e para. Aty ishte ajo e para ndjenjë që më ka ardhur që po, unë e dua artin dhe dua që kjo të jetë jeta ime e ardhshme. Nuk e dija se cilin, por e dija që ngjyrat më tërheqeshin, lapsat më tërheqeshin, vijat më tërheqeshin. Në momentin kur shkoja të regjistrohesha në Akademinë e Arteve, për fatkeqësi të mungesë të bursave dhe në mungesë të kuotave që janë hapur në atë kohë për Akademinë e Arteve, nuk ishte vend në pikturë. Detyrimisht u caktuan disa drejtime të cilat unë kisha vend për të konkuruar me të tjerët, me studentët e Kosovës në këtë rast, në Prishtinë. Mu dhan skenografia, mu dha dizajni dhe mu dha skulptura. Ndër të trijat ishte ajo lufta që jam në art, përsëri është do jem pjesë e artit, do jem përsëri, nuk do më mgojnë ngjyrat dhe aktivitetet. Kështu që ajo që më tërhoqi ishte skenografia. Për shkak që është me shumë dimenzione e hapur. Më thënë, është edhe pikturë, është edhe art, është edhe dizajn, është edhe gjitha ato vizatime në fund përfundojnë duke i realizuar. Bëhen të gjalla, le të themi kështu. Kështu që ishte diçka më sfiduese dhe më interesante. Sa ishte dege arteve dramatike, ishte edhe dege arteve figurative. Por ndonjëherë dhe muzikore, sepse kishim edhe aktivitetet të cilat kanë qenë të lidhura gjithmonë me muzikën apo me baletin. Kështu që përfundova në dashurinë time të dytë, që është skenografia. Por të ndalim paksa tek studimet, do të thotë tek kjo kohë, si ka ndikuar edukimi yt, do të thotë në formësimin tënd si artist? Bashkimi ishte i pari që ka shkuar në Akademinë e Arteve në Prishtinë dhe ka studiuar për aktrim. E dyta isha unë dhe si vazhdimsi vazhdova studimet për dizajn të stage design. Ideja ishte që nuk ka pasur njerëz përpara, apo le të themi studentë të cilët kanë përfunduar dhe që ne kemi mundur të kërkonim një ndihmë të vogël nga paraardhësit tanë. Nuk ka qenë një student të cilët ka mundur të gjeja një informatë sa do të vogël në lidhje me drejtimin tim, apo me lehtësimin e drejtimit tim. Një libër, një ngjyrë, një fletë, një kontakt më i vogël i më të voglive. Kështu që filluam hulumtimet. E mira gjithë fakultetit të arteve në Prishtinë është që ne jemi një numër shumë i vogël. Dhe me njëherë fillojnë ato takimet e para, njohjet e para, ndihmat e para, dhe duke ditur që Kosova është mëse e njohur me ne dhe ne mëse të njohur me kosovarët, me njëherë fillon e ndihma e parë që ata ta japin, dhe atë përkrahjen e parë që ata mundohet të ta japin. Duke ditur që ti je si një, le të themi nërthojza jetim i ardhur në Kosovë, ato mundohen me të vërtet të ndihmojnë. Dhe me të vërtet kemi gjetur një përkrahje tej masë të madhe në bazë të studentave, profesorave, dekanave dhe gjithë sektorit të punës të Fakultetit të Arteve. Dhe tani fillon të ambientohesh, gjen veten, gjen gjëra që të pëlqejnë më shumë të bësh, fillon njoftohesh me njerëzit, fillon ajo dashuria më e madhe të rritë ndaj profesionit tënd dhe ta marrësh edhe më seriozisht.
Por gjatë këtij rrugtimi keni patur një mentor apo të them një person që ju ka frymëzuar? Le të themi kështu që dashuria ime e madhe ka qenë për pikturën, dhe duke ditur që pikturën çdo herë kam dashur Teimase Van Goghun, dhe ai ka qenë një ndër figurat e para si një piktor që kam ndjekur pikturat e tij, jetën e tij, stilin e tij, ngjyrat e tija. Kur shkova në fakultet, profesor Hajrosh Fazliu, që e përshëndes shumë, është një ndër piktorat mendoj unë më të përmbledhur kështu, le të themi në fakultet, ishte prodekan. Dhe mua më dha pata fatin të më jepte 4 vite pikturë dhe tani edhe në master. Mendoj që frymëzimi ka nisur dhe përkrahja e madhe e tij ka nisur kur fjalët e tija kanë pas peshë. Dhe pesha më e madhe ka qenë kur ka thënë që arti ka një gjë shumë interesante. Arti nuk ju dëmton askënd, arti dëmton veç vetveten. Nëse dëshiron të bësh një artist i mirë, duhet të punosh shumë me veten, që të arrish diçka, por nuk do të dëmtosh askënd. Kështu që ajo dashuria e madhe vazhdo të rritej për art, edhe për shkaqe të profesorëve që janë sjellur Teimase mirë me ne, edhe me njerëzit që kemi pasur punë në akademi apo në teatr apo në një produksion që kemi punuar. Kështu që të gjitha janë kombinuar bashkë derisa kemi arritur në atë, le të themi kështu, që jemi mësuar të jetojmë dhe të punojmë në Prishtinë. Mirë, po si lind një koncept për një skenografi, tani duhet të ndalim tek kjo temë, dhe cilat janë ato hapat kryesor do të që ndjek për të krijuar një ambient teatral? Skenografia është takimi i parë me publiku. Publiku takohet së pari, domethënë takimin e parë e bën me një skenograf, domethënë me skenografin. Ti ulesh në një sallë dhe që pamja e parë që të del përpara është skena. Dhe menjëherë janë ato grimcat e para që publiku fillon të kuptoj se çdo të shohin sonte ai. Dhe kjo është më se e rëndësishme. Megjithëse gjithmonë mendohet që gjithmonë është skenari, është edhe regjia, është edhe ajo se çka sjellin aktorët. Por skenografia tregon një pjesë shumë të madhe të asaj vepre apo të atij skenari. Gjithmonë niset nga një skenar. Skenari krijohet apo zgjidhet nga regjizori. Regjizori takimin e parë e bën me skenograf dhe aktorët. Me skenograf e bën për arsye të mizaskenikës dhe mënyrës se si do ta risjell të gjithë historinë skenografi në skenë. Tani vazhdojnë provat, duke filluar nga rekvizitat të cilët i duhen aktorëve, ato që i duhen si mbështetje dhe ato që i duhen për lojë. Tani vazhdojmë edhe në pjesën se si e shoh unë atë libër dhe mënyrën se si i përshtatet dhe regjizorit e deri tek kostumet. Po tek kostumografia do të thotë, e dim të gjithë se është një pjesë kyçe, një shfaqje, sa i përket dizajnit të kostumeve, do të thotë si mundohet, meqense jelle kostumografe, si e përshtatet dizajnin, do të thotë stilin dhe karakterin e personazheve. Apo varet edhe deri tek tema ndoshta? Po, sigurisht, domethënë varet edhe kostumografia, që është e lidhur ngushtë me skenografin. Të them të drejtën, kur ti regjistron në fakultet është dega stage design and kostumography, që i bjen design skenik dhe kostumografi. Kostumografia është pak më interesante, sepse kostumografia zakonisht është e fundit, që merret në shqyrtim dhe në pastërti të temës të cilës ka vendosur regjizori ta vënë në skenë. Duke filluar nga ideja se si regjizori dëshiron ta risjellë atë shfaqje. Nuk është vetëm skenari që është i vitit këtë. Është edhe ajo se në çfarë formet apo mënyrë dëshiron regjizori ta sjell atë shfaqje në skenë. Çfarë viti, çfarë mënyre, çfarë stilit, komedi, zhandër, apo çfarëdo zhanri që ta risjell, gjithë kjo varet domethënë nga kostumografi në fund të fundit. Kostumografia është pak le të themi më thjesht, sepse bazohet në karakteristikat e secilit personazh që lexohet në atë shfaqje apo në atë skenar, dhe pastaj ndërtohet në bazë të karakterit që ka, në bazë të ngjyrave që do të sjellsh dhe në bazë të asaj që ti do të përcjellsh tek ai personazh. Po sfidat më të mëdha këtu do të thotë në krijimin e dizajneve, cilat do të jetë, apo ndonjë skene teatrale që hasti? Të them të vërtetën, nuk është që
unë gjithmonë kam dashur Renesancën. Ajo është një ndër periudhat më të bukura dhe më lullëzueshme të artit, si në skenografi dhe në kostumografi. Renesanca ka pasur ato ngjyrat e bukura, ato dizajnet e bukura, ato fustanet që sot e kësaj dite shfaqen në çdo film apo në çdo fantazi që mundet të shoh njeriu. Duhet cekur që Shakespeare kur ka bërë veprat e tija, të gjitha ato janë bazuar në Renesancë. Dhe ne studiojmë rrafsh 2 vite vetëm për Renesancën dhe për gotikën. Kështu që kur vjen dhe punon në mënyrë moderne, çdo gjë domethënë kthehet në mënyrë moderne dhe çdo gjë mundohet të risillet në mënyrë moderne. Kështu që edhe në fakultet ne përgatitemi që të kemi ndryshime kohore, ndryshime të librave, ndryshime të fazave, periudhave që regjizori dëshiron ta krijojë atë shfaqje. Zakonisht gjithmonë i kemi ndryshuar në për zhanre dhe sisteme. Kështu janë quajtur. Domethënë nëse kemi marrë Romeo dhe Julietën, e kemi bërë edhe Mbret, që është komedi, e kemi bërë dhe Grotowski, që është tragjedi, dhe e kemi bërë edhe në forma të ndryshme që është realizmi, që e kemi bërë në mënyrë realistike. Të gjitha zhanrat kanë pjesën e bukur tyren, por mendoj që realizmi është më i përshtatshëm për mua dhe që e preferoj unë. Po ai bashkëpunimi do të keni bashkëpunim e përmendet me regjisore, me aktorë të tjerë. Dim që keni një bashkëpunim të mirë, apo jo mes njëri tjetrit? Të them të drejtën, në Kosovë, në fakultet, kemi filluar menjëherë takimet e para me studentët e regjisë dhe të aktrimit, sepse detyrat e tyre u lidhshin me detyrat tona. Domethënë nëse një provim i tyre ka kushtuar edhe një provim i joni. Kështu që ne kemi bërë një grup dhe çdo herë domethënë një regjisor ka thirrur studentin më të mirë të skenografisë apo që ishte i përshtatur, ashtu ka vepruar dhe me aktrim dhe me të gjithë. Pata fatin që Edina të vinte një vit pas meje në Fakultet të Arteve. Dhe aty ishte ajo takimi jonë i parë. Ishte interesante sepse për herë të parë qelluam një bashkim, një aktor, një Jeta skenografe dhe një Edina regjizore. Dhe ishte me të vërtet një takim i rastësishëm. Nuk ishte marrëveshje. Nuk ishte marrëveshje, absolutisht. Të them të drejtën, bashkimi është një person që jam rritur me të, jemi të afërt dhe jemi rritur bashkë dhe çdo herë kemi ditur që ai do shkoj për aktrim, ndërsa unë do shkoj diçka për vizat tema për art. Për tani unë mora skenografi dhe skenografia sa ka anën e dege arti figurativ u bë edhe dege arti dramatike. Kështu që në atë moment vjen edhe Edina, na bashkangjitët kështu dhe për herë të parë formohemi një grup shumë interesant, i vogël, por që kishim ëndra dhe shpresa të mëdha. Filluam me shfaqjet e para të Edinës në fakultet, për provime, tani edhe si asistenta në shumë aktivitetet të tjera që janë mbajtur në fakultet, apo me regjizor të ndryshëm, apo pjesëtar ishim shumë të spoteve, reklamave, apo të produksioneve të ndryshme. Filluam dhe shtrimat të hapat tonë të parë, filluam dhe me mësuam njëri tjetrin, njohëm njëri tjetrin, stilet e njëri tjetrit, dhe kështu na urrit ajo dashuria më e madhe për art dhe për zhvillimin e një artit në qytetin tonë në Ulqen. Dhe kështu kanë lindë dhe ideja, besoj. Tani filluan idetë e mëdha. Një ndër idetë e para që risollën pasi kryem fakultetin ishte mbrëmjet e cikleve me poezi, të cilët filluam krejt rastësisht. T'i bënim si një cabaret night. Tani vazhduam duke qëndruar dhe duke menduar se çka mund të kishim risjellur ne, lindi ajo syn me bashkimin, një ndër aktivitetet tona të para, të cilët filloi me 20 vet, le të themi kështu, ndërsa mbarua me atë numrin që nuk kishim me karrika. Dhe aty filluam të mësonim më shumë se çka dëshiron publiku i qytetit tonë, çka dëshiron qyteti jonë dhe sa pun kemi që të mësohet publiku jonë të vijë dhe të shoh një shfaqje. Ajo ka qenë sfida më e madhe, besoj, për mua, Dinën dhe bashkimin, që njerëzit t'i mësojmë që të blejnë një bilet, që të vinë të shikojnë një shfaqje, që nëse ne bëjmë një shfaqje, i gjithë qyteti do gjallërohet, në një mënyrë apo në një tjetër.
Të ndalemi tek shfaqja e fundit që ka mbushur sallën plot, shfaqja Buongiorno. Si ishte procesi i krijimit të skenografisë dhe kostumografisë për këtë komedi? Shfaqja Buongiorno është një ndër, le të themi tani, krenarit tona që kemi bërë. Një projekt që ka zgjatur një vit, punë, plan dhe mund, le të themi kështu, por që në fund është parë suksesi. Skena dhe kostumet kanë pasur fazat të ndryshme, sepse shfaqja Buongiorno ka nisur krejt rastësisht, duke nisur nga një tekst, të cilën ne e kemi munduar ta përpunojmë në bazë të një filmit, i cili është i bërë në shumë gjuhë dhe në shumë vende evropiane dhe botërore, kështu që është kombinuar me tekstin e bazë të filmit dhe me i shëndruar, le të themi kështu, në dialektin tipik qytetar tonin ulqenak. Kur u përfundu teksti, Dina filloi shtrirjen e personazheve, shtirjen e karakterit dhe shtirjen e skenës, e mënyrës skenike se si do të duke e shfaqe. Në fillim, unë nis mendimi i shfaqjes është që të shfaqet në një lloj kafes. Të gjithë janë shok, të gjithë janë së bashku dhe të gjithë kanë pasur, ideja ka qenë që të gjithë të takohen në një vend. Filloi të ritakimi i tyre në një kafe, tani u ndrua lokacioni, na u duk më i përshtatshëm dhe më logjik të jetë në një shtëpi. Duke ditur që shtëpit janë më të ngrohta, nuk ka intriga, nuk ka gënjeshtra, nuk ka thashëtheme, le të themi kështu, jemi munduar që të sjellim atë kafen brenda një shtëpie. Dhe pikërisht në atë lloj forme dhe u dokat natë mbrëmja. Një shtëpi e ftohtë, por njëkohësisht në fund të ditës ishte shtëpi. Skenografia u paramendua që të jetë të paraqes edhe kafen, por edhe atë burgun e tyre brenda, të cilët ata asnjë moment nuk e kanë treguar të drejtën e tyre derisa u shfaqen atë natë telefonat. Ideja ka qenë që secili të ketë një karrik me ngjyrë të ndryshëm, duke marrë parasysh ato secili ka një karakter të ndryshëm dhe personazh të ndryshëm. Dhe në fund kostumet kanë paraqitur shumë llojshmëri ngjyrash, karakteresh, sepse janë të gjithë të lloj-llojshëm, dhe duke marrë parasysh që secili janë një masë, le të themi kështu, kategori e lartë, jo e ulët, janë munduar që ajo të shihet në bazë të kostumeve që ata kanë veshur atë natë. Dhe të di pak edhe për realizimin, do të si e gjitha. Realizimi ka qenë jo shumë i shpejt. Së pari fillova në ato vijat e para, ta dizajnoj me vetveten, të shumë madhësi, duke ditur që skena Ulqinit, salla e Qendrës për Kulturë, ka madhësi të madhe. Ka nevojë për një shtrirësi dhe një gjatësi skenike. Domethënë, skena duhet të jenë gjithmonë të mëdha. Përndryshe çdo gjë minimalizohet dhe shihet si e vogël në sallën tonë. Jam munduar që me krahët e mi që janë LG Design, Gaia Atelier dhe firma Kabil Kurtit, Kurti Company, të bim në zhvillim atë që unë kam vizatuar. Më parë ishte takimi me LG Design që të realizonte pjesën e madhe, të cilët kanë qenë raftat e mëdha që janë krijuar nga druri dhe nga xhamat. Pastaj kemi vazhduar me përshtatjen e karrikave të tavolinave, sepse na është dashur një tavolinë 3 metra e 20 e gjatë, që t'i nxen të gjithë dhe të jetë sa më të rehatshëm në mënyrën e lojës dhe të zhvillimit të dialogjeve që të cilët ata kanë pasur. Dhe në fund për dizajnet e vogla dhe zbukurimet na ka ndihmuar Gaia. Po si u prit shfaqjen nga publiku dhe kritika në aspektin e dizajnit skenik dhe skenografisë ke marrur? Së pari ditën që kemi pasur shfaqjen, kemi pasur emocionet pa para. Si unë, si Dina, si bashkimi, si e gjithë ekipa. Sepse ka qenë një proces i gjatë pune dhe më në fund ishte dita që u realizua. Nuk mundemi as ne ta besonim që më në fund u realizua. Me vështirësi, pa vështirësi, me probleme, sepse të gjithë aktorët nuk janë të punësuar në Qendrën për Kulturë, normal nuk janë në një teatër, të gjithë kanë punë të tjera, të cilat
punojnë, dhe gjithmonë është ai problemi i orareve, i angazhimeve që ata kanë personale, dhe kështu vjen gjithmonë tek zgjatimi pak më i tepruar i procesit të punës. Skena dhe shfaqja janë pritur në një mënyrë tej masa asaj që ne kemi menduar. Ne kemi menduar në një farë mënyrë, një farë pike që do pëlqehet. Gjithmonë janë ato që kemi frikë, normal frikë është gjithmonë atë, sepse është, jo, kemi zgjedhur temën e duhur, jo, a është personazhet e duhura, jo, a janë njerëz të duhur, apo jemi duke, sepse si që thashtë më herë, qyteti i Ulqinit nuk është në një kategori shumë të lartë për të pranuar çdo tekst për të vënë në skenë. Më thënë, i kemi disa kufinj. Dhe ato kufinj zakonisht mundohemi t'i shtyjmë ngadalë, por nuk mund t'i shtyjmë me një herë. Kështu që gjithmonë të shfaqet janë, e kemi kaluar shumë atë kufi, apo jemi aty ku duhet. Mendoj që është pritur në mënyrën më shumë se sa mirë, le themi kështu. Njerëzit kanë dalur të kënaqur, qeshja s'ka munguar, njerëzit nuk kanë munguar, dashuria që ata e kanë dhënë me fjalë dhe me duartrokitje është treguar në fund. Kështu që mendoj që është mirë, më se i mirë pritur në qytet si shfaqje. Më vjen mirë, me të vërtetë, nuk dyshoj se do të besoj se edhe shfaqjet e tjera do i mbushni kështu salla, se me të vërtetë meritoni, me gjithë përkushtimin që keni edhe punën që bëni. Mendoj që qyteti edhe një herë tregoi që ka nevojë për teatr, ka nevojë për buzëqeshje, ka nevojë për një komedi, ka nevojë të relaksohet, nuk e ditur se si janë edhe kohrat. Kështu që mendoj që edhe një herë e vërtetuam që po, qyteti ka nevojë për një teatr. Shumë shirë lumtë. Një festival tjetër, do të thotë që ju ishit pjesë, ishte Third Burr Salt People Fest në Ulqin, do të thotë që është mbajtur me 25 deri me gusht deri me 16 shtator 2023. Ti ke kontribuar si skenografe dhe kostumografe në shfaqjen The Queen of the Cursed Crown. Dhe skenariste. Po, është edhe shkruar nga mua në bashkëpunim me Edinën. Ajo ka qenë një shfaqje sfiduese, le të themi kështu. Në fillim, kur kemi menduar se çka do sillet, gjithmonë kemi menduar të punojmë për një objekt që flitet pak ose nuk njihet shumë, edhe nga nxënësat tonë, edhe nga njerëzit tonë. Është një objekt që e kanë punuar një kohë të gjatë prind tanë, gjyshat tanë. Dhe është një objekt që ne duhet të krenohemi, që ka qenë pjesë e Ulqinit dhe që është pjesë e Ulqinit. Fatkeqësia e saj ishte shkatrimi dhe mos, le të themi kështu, mos zgjetja kurrë e një zgjedhje kush ishte fajtori. Të paktën kështu e din gjeneratat e mia. Nuk është kurrë thënë e saktë se kush ka qenë problemi që Sollana, apo le të themi kështu kryporja e Ulqinit, sot është jashtë funksionit. Dihen disa detaje të vogla, por jo të qarta. Kur u mor si temë që të zhvillohet ajo shfaqje, ishte që Edina dëshironte të përfaqësej në 3 personazhe dhe le ta trajtojmë kryporin si një njeri, si një personazh. Dhe kështu e vendosëm që shfaqja të përbëhen nga 3 personazhe që janë qeveria, 1, 2 populli dhe 3 Sollana apo kryporja. Kur Dina mi dha këto indikacione, filloi shkrimi. E mora si krypore një naive, që një personazh që ka vuajtur për shkak të dikuj që ka dashur ta shohë të dobësuar. Dhe në këtë rast është the government, le të themi kështu, qeveria. Ndërsa populli është ai treti që e vendos në fund se çfarë do ndodhë. Fatkeqësisht populli beson qeverisë dhe sot kryporja është jashtë funksionit. Është në mënyrë pak më artistike, është të shkruar në mënyrë më artistike, çdo gjë sillet rreth një lapsi, ku edhe në fund ai laps nënshkruan kontratën e mbylljes së saj. Kështu që është pak më e ndihshme si temë, edhe për qytetin tonë,
por edhe për ne që e kemi shkruar. Ishte edhe më e vështirë për ty? Ishte edhe më e vështira, sepse ajo është temë që është pak delikate dhe ka ato problemet e veta që duhet ta studiosh mirë, që të mos gabosh. Mos të fajsosh ato që nuk duhet, mos të prekësh aty ku nuk duhet. Dhe ka qenë pak edhe studim mes meje dhe Dinës se deri ku mund të shkruaj dhe sa mund ta zhvillojmë atë si temë. Jeta, cili do ishte projekti më i rëndësishëm gjatë karrierës tënde, cilin do e veçosh? Je duke më vetë si ti zgjedh ajo nëna fëmijët e vetë. Me të them të drejtën, nuk mund të veçoj asnjë. Sepse, siç thonte profesori im, që jeta sot nuk jam duke të avuar dheqe në pikturë, për arsye se është piktura jote më e mirë, jam duke të avuar dheqe sepse sot shoh një lëvizje tëndes për ditës së parë të ti fakulteti deri sot, një zhvillim tënden dhe ai zhvillim meriton notën vet. Dhe për mua kjo ka rëndësi që nga skenografia ime e parë, apo nga piktura ime e parë, nga projekti ime i parë, e sot mund ta notoj veten me një dheqe për zhvillimin dhe problematika që ne kemi ditur t'i ka përcejmë, kudo që ne kemi hasur. Mirë, po nëse do të mund të punoje në një teatr të famshëm ndërkombëtar, cili do ishte ai dhe pse? Ndoshta do punoja në teatrin e Vienës, le të themi kështu, duke ditur që Viena ka operën, një ndër operat më të vjetra, një ndër baletit më të vjetër, një ndër lashtësi, le të themi ka lashtësi në art dhe në kulturë. Do dëshiroj shumë pak të vizitoja, e lem një projekt, po kur si dihet, le të themi kështu, ëndrat s'desin kur, por Viena mendoj që është për momentin në një nivel më të lartë artistik, teatral, le të themi kështu. Mirë, po sa i përket teatrit shqiptar, do të mendoni se ka nevojë më shumë investime në skenografi dhe kostumografi, do të është diçka që do të ndryshojë në këtë aspekt? Po, do të ndryshoja, sepse nuk është që jepet rëndësi shumë e madhe. Skenografisë dhe kostumografisë zakonisht çdo herë është si të jetë si një e lënë si një diçka që është skenografi dhe kostumografi, ku duhet t'i japet rëndësi, sepse asnjë nuk janë të vetëdijshëm se sa i ndihmon aktorit, edhe ajo skenografi, edhe ajo kostumografi, edhe regjizorit, edhe përcjellje së krejt historisë. Mendoj që skenografia dhe kostumografisë në trevat shqiptare, në teatrin shqiptar, duhet i kushtohet më shumë rëndësi. Dhe duhet t'i jepet më tepër vëmendje se çka ato janë duke sjellur. Domethënë, le të mos jetë vetëm që dy karrike dhe një tavolinë. Le të mundohemi ta kuptojmë edhe atë anën e një skenografi dhe një kostumografi, ashtu si mundohemi të kuptojmë drejtimin artistik se si ja jep një regjizor asaj shfaqje apo atij teksti. Le të jetë i rëndësishëm sa është një tekst, edhe një aktor, edhe skenografia dhe kostumografia. Gjë që nuk është edhe shumë e njohur edhe në shkollat tona, si drejtim apo se çka është skenografia. Dhe mendoj që është mirë që profesorët nganjëherë të shpalosin apo t'i informojnë edhe për drejtimin e skenografisë dhe kostumografisë, edhe për teatr, edhe për aktrim, edhe për regji, edhe për skenarist, edhe për skenografi, sepse gjitha ato janë drejtime të cilat punojnë së bashku. E mira e artit është që nuk është vetjake. Arti është shumë grupor, nuk mund të punosh vetë. Arti, sidomos teatri, kërkon punë grupore dhe sa më shumë përkrahje njëri tjetrit, sepse çdo gjë bëhet në një mënyrë rotacioni, çdo gjë sillet nga skenografi tek kostumografi, nga kostumografi tek regjizori, nga regjizori tek skenaristi, tek libri, nga reduktimi i tekstit e kështu me radhë. Po do të them ai grup që përmendet, do të është lehtë për ju që ndoshta me aktor të rinj ta përshtatni atë vizionin e skenografisë dhe kostumografisë, do të kanë ata një ndikim apo është të them ju të tjerët merrni me çështje? Jemi mësuar kur kam ardhur i pranoni I pranojmë të gjithë, pa marrë parasysh. Domethënë mendoj që jemi në kohë
të njoftohen tani të rinjt. Edhe mendoj që shfaqjet që kemi punuar me fëmijë, me teatrin e fëmijëve që Dina hapi vite më herët, ka qenë shumë interesante se fëmijët filluan ta marrin shumë seriozisht ato kostumet e princeshave, skenografitë i bënin shumë sepse sidomos për fëmijë, sidomos për shfaqjet e fëmijëve, sa shumë ka rëndësi një kostum dhe sa shumë ka rëndësi një skenë, sepse aty ai gjen veten në një botë, le të themi kështu në një Disneyland, në një përrall. Nëse ti ja bën skenën përrall, ai do ndihet si në përrall, ai do luaj si në një përrall. Sidomos për shfaqjet e fëmijëve, sa shumë rëndësi ka skenografia dhe kostumografia, që ato ta risjellin edhe më mirë dhe ta përçmojnë edhe më mirë. Mos flasim për shfaqjet të kohërve të lashta. Edhe një kala, edhe një skenografia shumë interesante. Ti sjell një lokacion brenda një vendi dhe e përshtat me ambient. Kështu që mendoj që si fëmijët tani kanë filluar do të thënë një impakt i vogël i Edinës me një teatr i ka mësuar shumë gjenerata të vogla të dinë se sa rëndësishme skenografia dhe kostumografia. Ndërsa me grupet e mëdha kemi filluar me shfaqjet e para si Cervantesi Dulcinea, apo para 10 viteve, apo Nëna, shfaqjet të cilat kanë pasur impakte të mëdhejt, por që kanë qenë drama, por që e kanë parë sa bukur është skenografia dhe kostumografia. E mos them që sa kënaqëri ishte për mua kur Cervantesi dhe Dulcinea fitoi kostumografia më e mirë në festivalin e Bjellopoles të teatrit. I lumt. Si ka ndryshuar mënyra jote e punës në kalimin e viteve jeta, do të thotë, është diçka që shihe ndryshe në fillimet tua? Si kujton atë? Absolutisht. Është si të më pyesësh si vizaton tani edhe si kam vizatuar në klasën e parë. Po, edhe jam krenare për këtë, normal që me punë mund dhe zhvillohet ideja, zhvillohen dëshirat se si dëshiron ta bësh, por mund të them që edhe përkraja. Gjatë punës time kam njoftuar njerëz të cilët sot i kam krah, shumë më shumë se sa kam pasur krah në fillimet e mia këtu në Ulqen. Dhe çdo gjë tani më shbë më e lehtë. Edhe ato që unë i mendoj dhe i dëshiroj t'i realizoj, i kam më të realizueshme se sa i kisha vite më para. Kjo ka shumë rëndësi, sepse ti mund të duash të bësh një magji në skenjë Harry Potter, por nëse nuk i ke njerëzit e duhur për të ndihmuar, si me material, si me punëtor, si me njerëzit më të thjesht, e tek më i nalti, ti nuk mund ta realizosh kurrë. Ajo do të mbetet në një fletë e vizatuar, po aty ku ti ke pasur imagjinatën. Ndërsa vitet e fundit, duke njoftuar njerëz, duke pasur krah njerëzit dhe partnerët e mi siç i përmenda, skenografitë më janë bërë më të thjeshta, më të lehta dhe më të realizueshme, sidomos afër asaj se çfarë unë kam qefur të realizoj. Ndërsa ajo çfarë të frymëson ditë ditës të bësh këtë punë, çfarë do jetë apo dashuria? Mendoj që dashuria, por edhe aktiviteti. Mendoj që ato edhe provat e kanë qefin e vetë, edhe ato debate që i bëjmë në skenja kanë qefin e vetë, edhe mënyra se sa shumë ne jemi aktiv, sa shumë ne shohim, sa shumë ne zhvillohemi me secilin personazh, sa shumë mësojmë me njëri tjetrin, sa shumë mësojmë nga njëri tjetri, sepse ne jemi gjithmonë grup, dhe kjo ka shumë rëndësi. Ne rritemi së bashku, sidomos në një qytet të vogël si është Ulqini, ne jemi në gishta njerëzit të cilët punojnë me këtë punë dhe që merremi marrë. Për atë arsye dhe ne i ndihmojmë njëri tjetrit dhe rritemi me njëri tjetrin. E kjo ka shumë rëndësi, por është edhe shumë e bukur. Besoj që është shumë e bukur. Nuk dyshoj. Por më duhet të pyes për dashurinë e parë, je ende duke punuar në atë pjesë, do të vazhdon të merresh me pikturë? Po, atë s'do të më marr kur. Kjo është e mia e skenografisë, siç kam thënë edhe më parë, kur me të vërtetë kur Zoti ta mbyll ka një dritare, të hapet një derë. Sot kam edhe pikturën, por kam edhe skenografinë. Po, me pikturë merrem sa më shumë që kam kohë të merrem, ngjyrat nuk i lëshoj, e dua, ajo është një dashuri e parë që më solli te kjo e dyta, që sot punoj dhe veproj, po pikturën e dua shumë, kështu që po, do vazhdoj gjithmonë të merrem me të, do mundohem të gjej kohë më shumë të merrem, si me të, si me design, si me pikturë, si me gjëra, me face painting, me fëmijë, kam bashkëpunim shumë të mirë edhe me Bright Mind, me një shkollë që është hapur në Ulqen, për aktivitete, aty jap shpesh herë lëndën e vizatimit dhe
e shoh sa e bukur është të punohet edhe me fëmijë, si aktivitete të ndryshme, si ekspozita të vogla. Mund të presin të një ekspozit ndoshta? Po, shpresoj. Je para që po ta jap si informat, është një projekt që e kam filluar që një vit të punoj për ekspozitën time të parë. Mendoj që kam premtuar vetës një dhe ja kam borç vetës një ekspozitë. E meriton, jam e bindur. Nëse njëri do të pyeste se si të bëjë skenograf ose kostumograf, çfarë këshille do t'i jepje? Se ndoshta nga gjithë këta të rinj, ndoshta del dikush që po, shpresoj, me vërtet shpresoj. Këshill, nuk e di, nuk kam një këshilla akoma për vete. Thjesht besoj që ka prind që i shtyejnë fëmijët të shkojnë atë që dëshirojnë ta bëjnë. Beso. Gjithmonë është ajo dashuria nuk gabon. Beso që nuk gabon. Nëse dëshiron të studiosh, të zgjidhesh atë, të studiosh atë që dëshiron, beso që nuk gabon. Shpeshherë shohim talente me Edinën dhe bashkimin dhe shpresojmë që të zgjanohet ky grupi jonë, që të ketë sa më shumë që shkojnë në Akademinë e Arteve. Nuk e di sa është vërtet e mundur, sepse duke parë sa problemet kemi unë, Dina dhe bashkimi, duke parë sa problemet kemi edhe për punësim, duke parë që dhe bashkimi sot e kësaj dite është akoma i papunësuar, është akoma ajo frika që prind t'i shtyejnë fëmijët të studiojnë artin në përgjithësi. Por dhe me shpresën që situatat do të ndryshojnë, shpresoj me të vërtet që talentat që kemi parë dhe kemi gjetur, është aty dhe një skenograf i arshëm. Doja këshilloja vetëm që ta doj sa më shumë librin, por edhe ngjyrat, sepse të dyja janë të pandashëm së bashku. Mirë, edhe për fund, si do të doja të kujtoje kontributit në këtë fushë pas shumë vitesh, mbas gjithë kësaj punët të palodhur që bën? O, zot, kjo është një pyetje me të vërtet që më emocionove tani. Do të dëshiroja me të vërtet që kontributi imi, i Dinës edhe i bashkimit, të jetë që njerëzit na majnë mend si ato tre që sollën frymën e teatrit në qytet, që ato tre ngjallën qytetin me teatr, që ato tre i dhanë edhe një shtys rinis që po edhe qyteti jonë ka teatr dhe që ne kemi talente të bukur. Atëherë unë më të vërtet shpresoj që kjo gjë do të realizohet, të uroj shumë suksese ty dhe grupit tënd që gjithmonë të vini me diçka të re, të mbani gjallë qytetin ashtu siç keni filluar dhe që sallët gjithmonë t'i mbushni plot. Dhe të falenderoj për kohën që keni darë për ne dhe krahas angazhimeve të shumta që keni. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që gjithmonë jeni aty kurdo që na duheni dhe na përcjellni gjithmonë me papritesë, jeni prezent në çdo aktivitet tonin. Kënaqësia është e jona. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.